fati për aplikimet për drejtor të përgjithshëm të policisë përfundon sot. Si e vlerësoni interesin dhe nivelin e kandidatëve që kanë hyrë në këtë garë? Po ti marrim kandidatë të gjithë parte në ato që kanë të deklaruar se nuk di për test me informacioni dhe ka për test kandidat. Po ne nga po të shohim edhe nga përvoja, experienca dhe nga investija që kanë në policinë e shtetit, ato sipas kritere të ligjit të policisë është fuqi, plotësojnë kritere për të konkurruar për drejtor të shtetit. Kjo është një ana profesional, në aspektin profesional, dhe në aspektin ligjor. Pastaj, sepse variojnë nga 20 vjet që ka punë edhe mbi 25 vjet që janë kandidat. Edhe këto kandidat kanë përvojë në fushat ndryshme të policisë shtetit, kanë drejtuar dhe po di marrim të gjithë 20 vjet karrierë që kanë bërë si kandidat si punojës si drejtues policie, këtë nivel karriere se kanë realizuar në përmjet punës tyre. Sigurisht janë vlerësuar deri në këtë fazë apo po kandidojnë të janë vlerësuar në disa nivele të drejtimit dhe sot i kanë lidhur me ata që kandidojnë edhe për postën e drejtorit. Sigurisht ne normalisht ky kandidim nuk është do ndryshojë një diçka në ana jonë partën si sindikat, që mund të ndryshojë diçka të veçantë të policisë të shtetit, pasi ne kemi një përvojë të keqe të lidhje me emrimin të shkarkimit të drejtorit të përgjithshëm. Në pak vite kemi ca drejtorë që janë jetësia e këtyre drejtorëve nuk ka qenë më shumë se 2 vjet. Drejtorët përgjithshëm. Edhe ato, sigurisht me konkurrim i konkurrim. Do të thonë me përzgjedhje në komision, por shikojmë që kjo formë organizimi postë të ligjit të shpëqit ka dhënë efekte pozitive në aspektin e përzgjedhjes së drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit. Edhe për një fakt të ligji policisë shtetit ka një nen të çantë të policia shtetit është depolitizim. Por fakti që drejtori përgjithshëm pavarësisht nga kandidatura janë drejtues policie që kanë karrierë që deri në atë fazë ato e quajnë vetëm të depolitizuar. Në momentin kur to përgjigjen në një komision të ligjvaret në ministri, rëndshëm, si komision që përgjigjet pas të ligjit, ai automatikisht nuk është një përgjigje, por është një emrim që do i bëhet drejtori i përgjithshëm nga ato kandidatë që do përgjigjen në atë komision. Nga 3 kandidatë që do dalin përfundimisht në vlerësimet që do bëjë komisioni. Pra, edhe në rastin konkret, ne kemi një emrim të një drejtori të përgjithshëm që për kompetencë i ka kryeministri, ministri i propozon, kryeministri do t'i japë edhe në qeveria do ta emërojë drejtori të përgjithshëm. Pra, gjithsesi, emrimi i drejtorit të përgjithshëm në këtë fazë, në këtë formë, për sindikatin nuk kanë bërë në ndryshim në çantë aspektin edhe të përgjithshëm. Është po ajo. Dhe në momentin që përgjigjet drejtori nga këto 3 kandidatë, sigurisht vlerësimi i do ketë nga stafi i drejtorit të stafit, besoj do ketë edhe automatik për sa i përket përgjigjes. Që ka ndodhur në rast të mëparshëm. Dhe shumë drejtues pastaj që janë që do jenë në situatë të tillë që ka pasur nuk besoj se do ketë atë mbështetje që mund ta kishte nëse konkurrentët do të ishin votuar në një komision parapraktik ose në një komision, po nga gjithë drejtuesit e policisë vendore dhe drejtuesit e drejtorive qendrore do ishin votuar në kolekt që ai do të ishte edhe bash drejtues me këto kolekte. Do të kishte marrë një votësim për tyre para se të shkojnë në përzgjedhjen për drejtor të përgjithshëm. Fakti që do kalojë direkt
një kërkesë në një komision i vlerësohet vetëm nga ministri, nga komisioni që përgjigjet nga ministri, tregon që njëta praktikë në drejtori do jetë një varës drejt për drejt një kryeministri dhe do jetë brenda një kohë shumë shkurtër, ai nuk besoj që do ketë një reputacion të madh në nivelin drejtues e poshtë. Por do jetë gjithmonë një njeri i cili do vlerësohet, siç janë vlerësuar, në atë moment që do i interesojë kryeministri, do vlerësohet si puna mirë apo kriterin e tij. Në moment kur ky vlerësim nuk do jetë i përshtatshëm për kryeministrin, është gjetur në ligjin e policisë që ai të shkarkohet apo të largohet për propagandë. Kjo është situata që nuk kemi pse të japim as vlerësim të ri kësaj situate, sepse ne jemi mësuar këto situata, dhe po sigurisht edhe policia e bën rutinë të drejtorit. Sipas jush, cili do të jetë profili një drejtori të përgjithshëm të policisë që të jetë i pranueshëm nga të gjithë, si për policinë ashtu edhe për publikun? Por faktin se vetë procedurat i kanë të tilla që ja kanë hequr të drejtën. Derisa sindikata nuk kanë drejtë të shprehet edhe të marrë mendimin e gjithë anëtarëve të cilëve gati 10.000 anëtarë mos shprehet për vendos drejtorin të përgjithshëm që ligji nuk ja ka dhënë të mundësi, pavarësisht se ne publikisht do themi që është një problem i madh, por edhe nëse shprehemi prapë nuk do marrë parasysh sepse kjo i mbetet kryeministrit për ta vendosur. Nuk është se kemi diçka të re. Përçi e dyta nuk ka edhe arsye është edhe sepse nuk ka një vot besim. Këto kandidatura nuk kanë një vot besim në kolekt të tyre të efektive. Si ato të marrin një vot besim, sepse drejtimi i policisë nuk është drejtimi do të jetë një drejtim, do të jetë kolegjial, jo drejtim individual. Siç ka ndodhur, siç vazhdon të drejtohet policia sot. Sot drejtori i policisë sapo nga postin, ose nga funksioni, ai drejtori ka pastaj drejtori duhet të nuk drejton. Sepse urdhra vijnë nga lart, dhe ai është i duhet të zbatojë urdhrat për shkak se vetë funksioni që ai bën e ka të përcaktuar dhe të zgjedhur nga procedura nga kryeministri. Dhe mbështetjen që duhet të ishte nga kolekt, një pjesë e tyre mund të jetë pro-ti, por një pjesë e tyre mund të sjellë edhe pro vrimit të tij si drejtori i policisë, sepse gjatë karrierës ke pasur edhe përklasje, ke pasur edhe atributie, ke pasur edhe probleme profesionale që kanë qenë dakord dhe nuk ka se si të trajtohet ndryshe kur vjen në funksion, pastaj këto hatëmete bëhet pastaj edhe në emërime jo të përshtatshme për një kategori të caktuar punojësish, ndërsa për një kategori tjetër i kanë qenë më të favorizuar për personin drejtor, grihen në detyrë e marrin funksionin tjetër. Kjo është edhe panorama që mund të ketë në të ardhmen edhe drejtimi i policisë të shtetit me këtë lloj praktike të përzgjedhjes të drejtorit. Nga emrat që janë përfolur deri tani, a shihni ndonjë kandidat që mund të konsiderohet favorit për këtë post? Shikoni si kandidat nuk folë edhe më përpara. Të gjithë janë të përshtatshëm derisa të plotësojnë kriteret e bazligjit. Vetë që mund të jetë ajo që kandidati ka për postin e drejtorit të përgjithshëm, dhe besoj që edhe këto duhet ta ketë, i duhet të kenë edhe kartën e sigurisë. Se këto nuk e kanë, këto automatikisht kresko. Pra, të merren edhe verifikime nga institucione tjera institucione. Dhe që nëse këto persona kanë të drejtë, kanë të, apo jo është përkohësisht, jo është përkohësisht, jo karta e sigurisë. Pra, këto janë probleme teknike
politike, po për aspektin profesional dhe ligjor, kërkojnë kriterë, dhe nuk të veçojnë se njëri apo tjetri mund të jetë në një shqiptim. Do pastaj, se performanca atyre, në aq kohë, në ato mundësi që jep komisioni për të shpejt, është një mundësi e parë. Sepse duhet pas një që ishte në funksion në drejtorit të policisë, duhet paraqitë një program të veçantë, një strategji të veçantë të lidhur me transformimin që duhet bëjnë policisë shtetit në momentin që ai vjen si drejtues i policisë shtetit. Dhe kjo nuk duhet të ndërpriti, por për një periudhë kohë përcaktuar ai nuk duhet të lëvizë nga funksioni i drejtorit. Pra që ai realizoj programin për cilin ai mundon se mund të ketë të sjellë ndryshimin në policisë. Fakti si ka masiv platformë, por vetëm thjesht të komisioni për vlerësimin që edhe komisioni nuk është një komision që janë të hapur ta vlerësojnë profesionalisht çështje drejtues. Profesionalisht është të vlerësuar në Akademia e Policisë, atje ka konkurruar në gjitha nivelet e gradave, nivelet e ngritjes karrierë. Por këto thjesht anën teknike të ligjit realizohet ky komision. Ta përgatisin kushtet që t'ja paraqisin kryeministit 3 kandidaturë që më dojnë ata për të përgjithë të njërin nga ato që duhet ta caktojë kryeministi për drejtues të policisë. Drejtor i policisë. Pra, kjo është kemi pse ti në vlerësoj njërin apo të nuk vlerësoj tjetrin. Të gjithë pothuajse ka veçoritë e vet në aspektin edhe të marrëdhënieve me kolegë, po edhe të marrëdhënieve në aspektin e strategjisë. A ekziston mundësia që asnjë nga kandidatët aktual të mos përzgjidhet dhe procesi të hapet sërish me emra të rinj? Nuk është që dhe kjo më nëllë, sepse përderisa kryeministri ka drejt, por gjithsesi ka një fakt. Sepse kriteret artikë nuk mund të jetë një që nuk i përso kriteret. Dhe dyta, nëse ai nuk ka vu kandidaturën, nuk mund përgjigjet. Përveç atyre që do të vendosin kandidaturën. Fakti, kjo është ligjore. Çdo që janë regjistruar si kandidatura, ju ndjen në drejta, njëri prej tyre të përgjigjet. Një jashtë që ka vu kandidaturën pas ligjit të përgjigjet. Dhe nëse do përgjigjet që të thonë ju, atëherë kjo përbën precedent ligjor. Dhe si precedent ligjor, mund të flasur ankesat mund të jenë në institucion në shoqëria civile apo të qofshin, kanë të drejtën si ta atakojnë që si edhe nëse si debat mund të bëhet një antimit. Nuk është gjithë përputhje me ligjin dhe mund të kërkohet edhe prishjen e ndihmës të qeverisë, se ka qenë një motiv që nuk po të gjithë në shpëlim për emrimin e drejtorit. Kjo është nuk le shkak për një qofshin në një pati administrative kundër vendimit të qeverisë kur ai nuk drejtohet të qeverisë. Është diskutuar shumë fakti që ish drejtor Muhamet Rumbullaku apo drejtues të tjerë nuk kanë pasur certifikatën për sigurinë për drejtuesin e policisë së shtetit. Sa problematik është ky precedent? Kjo është një nga pikat që cënohet ligji i policisë shtetit. Në momentin kur preket ligji, do të thonë kur kemi të bëjmë me abuzim në ligj. Në rastin konkret, këto institucionet të çanta, qofshin edhe ato të cilat shfaqen, të cilat nuk janë në karta sigurisë, sigurisht që ata duhet të merrin ekzamin dhe duhet të adresonin ankesat në institucione të tjera jo të heshti, por të adresonin për shkakun sepse ky nuk përputhet kërkesa i për ta përgjithësuar nuk përputhet me ligjin. Dhe një ndër kërkesat është të karta sigurisë. Në fakti i konkret që edhe nëse tentrohet, kjo ligji jep të drejtën institucionit që ta kërkojë të bëj ankibimin kundër një përgjigje. Kohët e fundit kemi parë arrestime dhe hetime nga SPAK-u që kanë përfshirë dhe drejtues të lartë policie. Ju si e komentoni këtë situatë dhe çfarë tregon kjo për gjendjen reale të policisë së shtetit dhe për nivelin e integritetit brenda strukturave?
Patjetër që papu shumë komente ose shumë raporte që janë bërë të shpatën, kërkojmë atë folë për edhe përfshirjen e oficerëve të policisë. Mirë në përfshirja e oficerëve të policisë nuk është një termin që po të kalojmë termat veçantë, do të dalim me emra kush janë ato oficerë dhe çka do ka të krimi ligjor, shtukur, i këto dikoj kufike dhe të marrë dhe hafat e nevojshme për të dhënën që i takon atyre oficerëve të cilët nuk përfillojnë kriterin bazë që është siguria për të ushtruar funksionin publike në policinë e shtetit. Pra, nuk marrim me njerëz në përgjithësi, do të marrim me njerëz veçantë për ato që janë dënuar dihet që nuk kanë drejtë të hemuar ose që janë dhënë publikisht, por edhe këto. Papu ka të dërimin të shprehet para se sa të marrin në funksionin. Drejtori i përgjithshëm papu do të shprehet në strukturët e tij. Pa, në ligj patuese, të japin informacion nëse këto i përfojnë kriteret për të qenë drejtori. Nëse ka informacione dhe këto nuk kanë parë siguri, asnjëri prej tyre pa parë siguri mund të bëhet. Nuk bëhet fjalë vetëm për drejtorin e përgjithshëm, por bëhet fjalë edhe për një shef komisariati apo edhe për një shef sektori që kanë marrëdhënie të puna e tij konsiderohet që kanë në dorë ose që punojnë në sekret policor ose sekret shtetar. Prej vitesh flitet për vetting në polici, pse ende nuk është realizuar plotësisht dhe çfarë ka penguar këtë proces? Dhe a mendoni ju se vettingu është zgjedhja për të pastruar radhët e policisë nga elementet e korruptuar? Vettingu ndeti netër në fakti që sot vettingu strukturat që merren në këtë janë shumë i raport me kërkesat që ka ligji për të në vetting drejt mos të si shtetit, dhe që për këto kanë qenë më tepër formale, sepse të gjithë asnjë tani nuk kemi një informacion se një nga ato vettingu që ka bërë drejtoria posaçme pranë drejtisë në krye policore, të ketë edhe pse s'kan pasur kaq siguri aty ka ta ketë jetë përmesu në komisionin i vetit. Pra, është obligë që ka vetë formal vetit. Janë disa kriterë tjera të veçanta, janë kriterë besimi që do të ketë në strukturat të larta të qeverisjes. Ajo ka dhënë di versimit që do të bëjë vetë struktura ligjore, që është komisioni i tiput, në lidhje me të dhënat dhe informacionit që ka të strukturë të marrë, që të vizojnë në strukturën e policisë. Faleminderit shumë për intervistën.